Dita e mësuesit. Një ditë për të falendëruar të gjithë ata që na mësojnë çdo ditë. A dini çfarë ditë është sot? Po, 7 marsi, dita e mësuesit. Mësuesët tanë me gjithmonë të durueshëm me ne. Na mësojnë jo vetëm libra, por edhe se të jemi njerëz të mirë. Po, ata gjithmonë i korrojnë në shtëpinë dhe në motorizon. Unë kam marrë një dhuratë të vonë, shpesoj ti pëlqej shumë. Do më kam shkruar një poezi të shkurtër për mësuesin. A më ta dëgjoj? Faleminderit për çdo fjalë, për diturinë që na jepni çdo ditë. Në zemrat tona mbetet gjallë, si dritë që në çon në pavuci. Po pse festohet pikërisht me 7 mars? Këtë herë të parë fëmijët mësuan gjuhën shqipe, ishte një hap i madh për vendin tonë. Drejtori i parë saj ishte Pandeli Sotiri, një mësues që punoi me përkushtim për parsimin shqiptar. Shkolla hap fat përpjekjeve të patriotëve që doni të shihnin Shqipërinë të ditur dhe të arsimuar. Dhe sot mësuesit tanë vazhdojnë të njëjtin mision, të mbajnë gjallë dritën e dijes. Kështu, këtë 7 mars, ne e falenderojmë të gjithë mësuesit që me respekt, dashuri dhe dinjitet na mësojnë ditë pas dite, sepse mësuesit nuk japin vetëm dije, ato japin dhe zemër.